Më marrin telefon, unë isha në punë, isha ora rreth 1:30 drekës. Pas pak do shkoja në shtëpi për drek, më marrin telefon dhe më thonë që vajza jote po I bie sallonit qark. E më thash, okay, dhe mandit më thonë që Kaltra po I bie sallonit qark. Thot mandi, ma do ketë hedhë ndonjë hap, e çu duket. Edhe të dy menduam kështu, nxituam shkonim në shtëpi. Dera ashensorit tonë është përballë, është një korridor I gjatë dhe është përballë me derën e shtëpisë. I ram citofonit që të lajmëronim që po vinim, edhe sa u hap dera ashensorit, unë shoh Kaltrën ke dera e apartamentit që na shikon dhe fillon të eci me ca hapa të vegjël të shpejt në drejtimin ton. Dhe unë s'po I besoj asyve sepse bëri një trajektore relativisht të gjatë. Pra për një fëmijë që s'ishte ngritur fare, pastaj ishte tamam e vërtet që po I binte sallonit qark, ishte një moment shumë I bukur. Po Joni, ka qenë në syrin tënd apo jo? Ndihem në faj, nuk e kujtoj. Jo. Nuk e kujtoj. Fare, nuk e Jo, kujton. Nuk e kujtoj. Pas kush nuk e kujton që ta kujtoj ty? Po duhet kisha pyetur sot.